Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zhytini këmbët në ujë të ngrohtë çdo mbrëmje, arsyeja do ju lerë pa fjalë. Aspekti parë pozitiv i larjes së këmbëve gjatë natës para gjumit është se do të ndihmojë të ndjeni të relaksuar dhe të bëni një gjumë më të mirë gjatë natës. Përveç kësaj, ka edhe arsye të tjera pse ky hap mund të jetë shumë i dobishëm për ju. Këmbët tona përballen shpesh me të gjithë trupje në çdo ditë. Mund të mos jeni të vetëdijshëm për faktin se kjo shkakton dhimbje dhe tension të tyre. Larja e këmbëve me ujë të ftohtë ose me ujë të ngrohtë do të ndihmonte në lehtësimin e dhimbjeve. Sipas Bright Side do të rendisim disa nga përfitimet që do të merrni nëse i lani këmbët tuaja me ujë të ngrohtë çdo mbrëmje. Do të rregulloni temperaturën e trupit. Larja e këmbëve mund të ndihmojë në rregullimin e temperaturës së trupit tuaj. Nëse ndjeheni shumë të nxehtë, mund të lani këmbët dhe kjo do të ndihmojë në uljen e temperaturës. E njëjta teori zbatohet edhe kur ndjeheni me këmbët të ftohta. Lehtëson thembrat e plasaritura. Uji gjithashtu mund të ndihmojë në shërimin e lëkurës sonë. Pra larja e këmbëve pak përpara se të shkoni në shtrat mund të ndihmojë në shërimin e themrave të plasaritura dhe të mbajë lëkurën tonë të lëmuar dhe të zhdërvjellët. Mund të lehtësojë lëndimet. Larja e këmbëve mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe të muskujve. Kjo rekomandohet nga mjekët për të ndihmuar në shërimin e lëndimit të kyçit të këmbës. Ndihmon në rrjedhjen më të mirë të gjakut në këmbë. Larja e këmbëve do të ndihmojë në rritjen e qarkullimit të gjakut dhe gjithashtu në largimin e erës së keqe, sidomos gjatë stinës së verës. Nuk ju pret mendja, por zhytja e këmbëve në uthull molle për 30 minuta në ditë mund të rregullojë edhe rezultatet paraprake të shëndetit të këmbëve. Përdorimit e uthullës së mollës nuk do të kufizohen vetëm në kuzhinë, sepse prej enzimave aktive të saj mund të përfitoni më shumë. Në këtë video do të ofrojmë disa nga dobitë shëndetësore të kësaj pije për t'i përmendur në kozmetik, e të cilat mund t'i aplikoni edhe në lëkurën tuaj. Për këtë arsye duhet të zhysni këmbët në një legen ku keni shtuar uthull molle. Uthulla e mollës është e njohur për vetitë e saj antiinflamatore dhe nëse keni dhimbje këmbësh, fryrje ose hindje, ajo duhet të bëhet në mënyrë natyrale duke zhytur këmbën në një legen me uthull molle. Raporti duhet të jetë 1:2. Uthull ujë, mund të shtoni gjithashtu një lugë çaji, kripe, epsom, dhe në këtë mënyrë përzierja i mban këmbët për 20 deri në 30 minuta. Kështu rezultatet që do të merrni janë: largoni erën e pakëndshme të tyre. Në një legen me ujë hidhni sot buke dhe uthull molle dhe zhytini këmbët për 30 minuta. Pasi t'i keni shpërlarë këmbët do të ndjeni një freski. Trajtoni infeksionet fungale që thjesht përzieni gjysmën e një filxhani me uthull molle me një lugë kripe epsom dhe shtoheni në një legen me ujë të ngrohtë. Zhytini këmbët në të për 10 minuta çdo ditë. Kjo përzierje do të largojë bakteriet që shumohen në lëkurën e këmbëve tuaja dhe do të trajtojë problemet me mykun e thonjve. Lehtëson lëkurën e thatë. Në një mënyrë për të rigjeneruar lëkurën e këmbëve është t'i zhysni në një legen me ujë të ngrohtë kur keni tretur një filxhan me uthull molle. Kështu do të lehtësoni edhe lëkurën e thatë dhe do ta ndihmoni gjithashtu të jetë më e shëndetshme. Mund të trajtojë kallot. Natyra acidike e uthullës së mollës mund të trajtojë probleme me lëkurën si kallot ose mykun. Mund të zhysni këmbën në një legen me uthull molle të bardhë ose në një legen me uthull molle ku keni vendosur edhe aplikimin e lëngut të limonit dhe kështu e mbani gjatë gjithë natës. Në një mënyrë të tillë do të ndihmoni në lehtësimin e kallove të këmbëve tuaja. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, ju rekomandojmë që të mos vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës, të cilët janë natyral dhe në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por në të shumta ato janë edhe një shqetësim kokçarës. Ky shqetësim, i cili prek si meshkujt ashtu dhe femrat, përveç se shkakton dhimbje, rezultat mund të jetë i bezdisshëm sidomos gjatë verës, ku ekspozimi i këmbëve është i pashmangshëm. Duhet thënë gjithsesi se, pa shkuar te ilaçet natyrale, kallot në këmbë ashtu si dhe myku në to mund të parandalohen. Në këtë kuptim është e rëndësishme të gjeni një regjim ushqimor me bazë frutash dhe perimesh, por edhe të përdorni këpucë të rehatshme. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim.
Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të rehatshme, në mënyrë që anën e këmbëve të mos shtrëngohen. Nëse do të ndaleshit te ilaçe natyrore për të eliminuar kallot dhe mykun në këmbë, nuk do të dini se cilat të zgjidhni më parë. Janë me të vërtetë të shumta receta të gjyshes të cilat mund t'i përdorni në këto raste. Së pari, një produkt natyral kundër kallove të këmbëve është limoni. Por të aplikuar të paktën gjatë gjithë natës, një fet me pak lëng limoni i mbështjellë me një letër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër kallove të këmbëve. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë për problemet që shfaqen në këmbë. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin e 3 deri në 4 gjetheve të aloe verës dhe disa pika vaj susami, dhe ato t'i vendosni në pjesën me kallo duke i vënë në një garzë për disa orë. Një ilaç tjetër i vlefshëm natyral kundër kallove është papaja. Lëngu i kësaj vepron si një medikament i vërtet për këtë problem. Ai duhet ta aplikohet në kallo në doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugje gjelle. Një tjetër mënyrë natyrale kundër kallove të këmbëve është edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër do i japë lehtësi me këmbëve tuaja të prekur nga kallot. Në rastet se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës tjetër natyral të vlefshëm kundër kallove, bima ashtu quajtur edera. Gjethet e ederës duhet të lihen për 12 orë në uthull, më pas të vendosen mbi kallot të cilat duhet i lidhni me një fasho të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë, në të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për efekte më të mira të përdorni kripën e psom. Futini këmbët në legenin me ujë të ngrohtë për 10 minuta. Më pas merrni një limë për këmbët dhe fërkoni pjesën e kallos, duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Lajini këmbët me ujë të pastër për të hequr qelizat e vdekura dhe sigurohuni që t'i thani mirë me peshqir. Në fund mund të përdorni një krem të trashë në pjesën e themrave për të ruajtur butësinë e këmbëve. Soda e gatimit vepron si një eksofilant natyral kristales që gjenden dhe ndihmojnë në përmirësimin e lëkurës së ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të t'i hidhni 3 lugë gjelle me sodë. Vendosini këmbën në të dhe i lini të veprojë për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesët e kallus që zbuten dhe në fund të fërkoni me ndihmën e një gurjes meril. Pas këtij procesi, fshihini këmbët mirë me një peshqir të thatë dhe vendosini në to një krem zbutës. Pra, kundër kallove ka vërtet shumë zgjidhje natyrale. Nëse nuk preferoni këto, ju këshilloj mund t'i drejtoheni medikamenteve dhe produkteve të kozmetikës, të cilat për hir të së vërtetës janë të kushtueshme dhe duhet të merren gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe konsiderohen një shfaqje një shtresë të trashë të lëkurës së fortë. Sidoqoftë pak e di nëse kalloja formohet vetëm për të na mbrojtur. Është në fakt një reagim i trupit ndaj fërkimeve të lëkurës me sipërfaqe të forta, të tilla si këpucët ose edhe mjetet të ndryshme që përdorni në këmbë. Kështu, ato si pasojë e fërkimit të fortë që mund të kenë, krijojnë edhe kallot, të cilat mund të jenë një shtresë mbrojtëse e lëkurës suaj që të mos depërtojë thellën në këmbët tuaja. Në këtë video do të listojmë disa receta natyrale për të eliminuar shpejt kallot në këmbë duke përdorur produkte natyrale. Lëngu i hudhrës. Hudhra ka veti antiinflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzieni me një lugë gjelle vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni me një fashë dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Përshesh me uthull. I pasur me vitamina C, ju mund të aplikoni edhe një fet buke me uthull të vendosur sipër këmbëve tuaja. Kështu ajo do të dezinfektojë të gjithë sipërfaqen e këmbës dhe do t'i japë rezultate më të mira kundër kallove. Kamomili ka veti antiinflamatore ideale për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit dhe aplikoni direkt në kallo dhe e lini të veprojë për disa minuta. Përsëriteni disa herë në ditë derisa të merrni trajtimin ideal. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat parapraken ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.